Ato vijnë nga fusha të ndryshme, por të dyja i bashkon ekrani, po flasim për moderatoren Alketa Vesiu dhe deputeten demokrate Jorida Tabaku. Edhe pse nuk kanë asnjë pikë takimi në lidhje me profesionet, Alketa e njeh Joridën para shumë vitesh. Madje mes tyre ka patur edhe një përplasje që moderatorja edhe sot nuk e ka harruar. Mënyra se si ka vepruar Jorida ndaj saj i ka mbetur në kujtesë edhe pas shumë vitesh. Kur Jorida ishte pedagoge, Alketa ishte studente. Në atë kohë, Jorida ishte një nga pedagogët më të respektuara në fakultet, e cila përpara se të hynte në politikë dhe të bëhej një nga figurat më të spikatura të Partisë Demokratike, kishte ndërtuar një karrierë akademike solide në fushën e ekonomisë dhe administratës publike. Me përvojë nga studimet në Londër dhe angazhimin në projekte zhvillimore, Tabaku ishte e njohur për disiplinën dhe standardet e larta që kërkonte nga studentët e saj. Alketa kishte të ftuar në emisionin e saj deputeten demokrate dhe kujtoi një detaj mjaft interesant. Isha në vitin e parë ekonomik. Mbaj mend, atë ditë arrita në leksion me 5 minuta vonesë dhe me një justifikim që më dukej shumë i arsyeshëm. Por Jorida nuk bëri kompromis. Më pa me një qetësi që vetëm ajo e kishte dhe më tha: "Jo Alketa, ti duhet të mësohesh me rregullat e shkollës dhe ti respektosh. Tani dil jashtë." Insistova përsëri që të futem në mësim, por e kuptova se joja e Joridës ishte jo. Nuk isha çfarë të bëja dhe dola jashtë. Unë ndjeva keq në atë moment, por sot e kuptoj se sa e rëndësishme ishte ai mësim për mua. Disiplina që më kërkoi Jorida më ka ndjekur në çdo hap të jetës time. Nga ana saj, Jorida u shpreh se rregullat e shkollës dhe orari duhet të respektohen nga çdo student dhe ky ishte një rregull që vlen për të gjithë, pa përjashtim. Vetëm kështu ne mund t'i bëjmë studentët e përgjegjshëm, tha Jorida. Po ju, a keni patur ndonjë mësues ose pedagog që ju ka ndikuar thellësisht në jetë, ndoshta me një ndëshkim që sot e vlerësoni? Mund të tregoni historinë tuaj në komentet poshtë videos.